Sfidave dhe kënaqësive të brezave. Sot jemi mbledhur për të përqafuar një udhëtim nëpër kohë, të skalitur me kujtime dhe me dritën e një fshati që ka ditur të ruajë shpirtin e vet. Vërcuni në vizionet e kohërave, vepra e doktor Evki Perez, na shpihen në gjirjen e natyrës së mrekullueshme të Vërcunit. Aty ku çdo përua këndon historinë e vet, ku çdo lis mban të kdhendur gjurmët e brezave dhe ku zakonet e lashta janë ende si këngë në buzët e njerëzve. Ky libër është i pasqyrë ku shohim jo vetëm bukurinë e përditshmërisë, por edhe plagët e krenarit e historisë. Luftën italo-greke, sakrificat e luftës nacionale çlirimtare, dilemat dhe përplasjet e debatit kombëtar. Është një kujtesë e gjallë për ditët e errta të diktaturës, por edhe për dritën e re të demokracisë, që solli shpresë dhe ngjallje. Duke lexuar këtë vepër, ndihem se Vërcuni nuk është thjesht një fshat, është një frymë, një dëshmi e fortë e qëndresës dhe e dashurisë për lirinë. Është vendi ku natyra, tradita dhe historia bashkohen në një këngë të vetme, këngë që doktor Evkiu na e dhuron sot me penën e tij. Për të nisur këtë rrugëtim, juftoj të shohim së bashku një dokumentar kushtuar Vërcunit. Faleminderit. Ne, bijtë e Vërcunit, që u lindëm e u rritëm në këtë vend të mrekullueshëm, na takon t'i mbajmë gjallë dhe t'po trashëgojmë brezave mallin, dashurinë, traditat dhe zakonet e të parëve. E kam dashur dhe e dua me gjithë shpirt fshatin tim si pjesë e patjetërsueshme e tij. Jam lindur e rritur aty. Kam qarë e kam qeshur. Nuk jam ndarë asnjëherë nga njerëzit e këtyre visoreve me tradita të shkëlqyera, zakonet e lashta e ndjenja patriotike. Krenar për fshatin tim, u jam borxhli bashkëfshatarëve, veçanërisht prindërve që më rritën, edukuan dhe shkolluan me sakrifica të panumërta, duke kursyer deri në bukën e gojës. Gjersa të më rregëti shpirti, do t'ju shërbej me devotshmëri banorëve fisnik që më brumosën me dashurinë për njerëzit, me ndershmërinë e bujarinë e sinqertë, me besë e trimëri burrash, mikpritjen dhe virtytet e larta të trashëguara në shek. Njerëzit e mi të mrekullueshëm, në harmoni të përsosur me njëri tjetrin, përballuan me sukses mundime të mëdha për të mbajtur lart nderin, dinjitetin dhe identitetin e tyre si vërçunar. Virtytet e trashëguara me aq vetmohim më frymëzuan të shkruaj këtë libër që rreket t'i ruaj traditat e bukura të fshatit tonë. Po ju lë brezave një copës historie të këtij vendi të begat, ta ruajnë si sytë e ballit dhe ta pasurojnë në tej. Shkruan autori i librit Vërcuni në vizionet e kohërave, doktori i mirënjohur Evki Perez. Vërcuni është nga fshatrat e vjetër të krahinës së Gorës, me tradita dhe zakone si gjithë krahina e lashtë. Për të shkuar në Vërcun, ndiqet rruga nacionale Pogajdes-Korç, rreth 20 kilometra nga Pogajdesi, me rruga në Kakaç, e më pas drejt Vërcunit do të kalosh grykës së malit, përgjatë rrjedhës së lumit që buron nga malet e Prenishtit, e që shoqëron udhëtarin me gurgullim të lashtë derisa ndrrin në fshat. Fshati ka qenë banuar qysh në kohë të lashta, por nuk dihet me saktësi kur është krijuar. Fillimisht shtrihej në zonën e quajtur Luadhi i Alos, në lartësi 1000-1300 metra në lartësinë e brekut. Maja më e lartë është mali i Renave, 1550 metra mbi nivelin e detit. Vërcuni ka klimë mesdhetare paramalore me dimër të ftohtë dhe reshje të dendura bore e shiut. Temperaturat shkojnë nga -5 deri në -10 gradë Celsius gjatë stinës së dimrit. Pranvera është e freskët, ndërsa vera e nxehtë dhe e thatë, me temperatura që arrin deri në 30 gradë Celsius. Në zonë ekzistojnë larmi dhe diversitete drurësh si ahu, dushku, thana, gorica, valla e të tjerë. Në tokat bujqësore kultivohen misri, ruri, tërshëra, elbi, fasulia, patatja, qepa, domatja, shalqini, hudhra dhe një sër produktesh të tjera me vlera të larta ushqimore. Në kodra rriten drur frutor, moll, dardh, kajkushka, arra, kumulla, qershi e të tjerë. Në përrenj rriten shkurre të çmuara si thieri i gurit, bim të rradha mjekësore,
Manafera, lule shtrydhe, ulumbri, muriz, varietete trëndafili e të tjerë. Në juglindje Vërçuni kufizohet me fshatin Kakaç, në perëndim ndahet me fshatin Qershenik, në veri perëndim kufizohet me Pernishtin edhe në veri kufizohet me fshatin Biragosht, në juglindje kufizohet me Stropskën. Rruga e vetme automobilistike që lidh fshatin me rrugën nacionale e ka zënafillën rreth viteve 38 në iniciativën e Baze Vërçunit, me kontribut të madh financiar e monetar. Për hapjen e rrugës ka kontribuar me punë vullnetare gjithë fshati. Përpara se të çelej rruga automobilistike, fshati lidhej me rrugën nacionale nëpërmjet një rruge këmbësorësh, anës Lumit, që kalonte 17 herë nga njëra anë në tjetrën, dhe në rast të rreshjesh të dendura shiu, bëhej e pakalueshme. Në vitin 2009, rruga me gjatësi 2.5 km u asfaltua dhe sot plotëson të gjitha parametrat komunitar. Me nismën e shoqatës Vërçuni, në maj të vitit 2013, Këshilli i Qarkut të Korçës dhe ai i Komunës Dardas dhanë emrin e merituar Rruga Baze Vërçuni. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje. I vetmi në tregun shqiptar. Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. From this to this, with the help of artificial intelligence, we create precise digital models. And we present the first new Zirconia in Macedonia. Perfect precision, natural aesthetics, and results that last. This is the future of dentistry. Today, here, at Dr. Batkoski Dental Center. Sot besimi fetar në fshat është ai musliman. Xhamia në qendrën e fshatit është ndërtuar në kohën e sundimit turk. Aktualisht nuk ekziston. Në vendin e saj është ngritur qendra shëndetësore. Toponimi Vërçun rrjedh nga sllavishtja Verlo, Majmali plus Çun, një lloj si emri i fshatit Vërnik. Numri më të madh të popullsisë fshati arriti në vitin 1988 me 652 banor, kurse në vitin 1945 ishte qendra e lokalitetit me rreth 420 banor dhe 68 shtëpi. Aktualisht jetojnë vetëm 30 familje. Me vendim të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Pogajdesit në vitin 1974, ju dha emri Grunjas dhe është qendra e fshatit të bashkuar në rrethin e Pogajdesit që përfshin edhe Prenishtin e Dërdushën me një popullsi të përgjithshme 1200 banor. Interesant mbetet fakti se zona ka qenë prej qindra vitesh dhe në fillimet e saj e banuar nga një popullsi e besimit të krishterë. Kjo faktohet edhe nga zonat të caktuara që kanë toponime fetare si Kisha Asos, Shënkolli e të tjerë. Në vitin 1981, në vendin e quajtur Kishëza, janë zbuluar varre të vjetra me ploçaguri të stilit kristian, ndërsa në një tjetër zonë e njohur si Luadhi Alos janë gjetur krahas varreve, çypa prej qeramike, si dhe monedha ari. Sipas disa dokumentave të gjetura në Bibliotekën Kombëtare në Tiranë, rezulton se në fund të shekullit të 17 dhe fillim të shekullit të 18, Vërçuni njihej edhe për prodhimin e armëve të brezit dhe pushkës. Kjo vërtetohet edhe nga mbetjet e gjetura të gurëve të strallit në vendin e quajtur Puset e Fjerishtave. Një nga objektet më të veçanta kulturore në zonë është Vakëfi ose Mekami. Zanafilla e tij i përket viteve 1911-1912 të luftrave për pavarësi kombëtare dhe lidhet me vrasjen e 12 burrave të së njëjtës shtëpi, 11 djemve dhe e babait, vrarë në fushë Kosovë. Mendohet të kenë jetuar në lagjin e Yzove, afër Vakëfit. Në vitin 1945, me fondet e grumbulluara nga kryetari i Këshillit të Fshatit, Tahir Pere, u ndërtua Vakëfi me gurë të gdhendur në formë gjashtkëndshi, ndërsa zanatsiu që e ndërtoi ishte nga Podkozhani.
deri në 1967, kur me iniciativën e rinisë komuniste u prish dhe u kthye në dyqan. Në vitin 1992, u ringrit mbi ato themele me të njëjtën strukturë 6 këndore. Vërçuni është i pasur me tradita kulturore dhe artizanale të lashta. Artizanët e vjetër të fshatit furnizonin me rrota qerresh zonën e Korçës. Si gjithë gorarët, vërçunakët janë të dashur, të urtë, bujarë e trima dhe punëtorë me emër. Popullsia i përket fesë muslimane, festojnë Bajramin e Madh dhe të Vogël, ditën e Verës, Sultan Evruzin dhe Shën Gjergjin. Si rregull, fejesat në fshat bëheshin me mbledhëri në fshatrat fqij, por në kohën e monizmit, shumë çifte u lidhen me dashuri, martesë e propaganduar nga partia në pushtet. Fshatarët tanë janë mikpritës, arsimdashës dhe shumë punëtorë. Nuk ka ekzistuar gjakmarrja e as ka pasur hasmëri. Harmonia midis banorëve dhe familjeve ka qenë shembull në të gjithë krahinën e Gorës. Shkonin shumë mirë mes tyre, merrnin pjesë bashkërisht në përgëzime e hidhërimet e njëri tjetrit. Si në të gjithë krahinën e Gorës, shtëpitë ndërtoheshin prej guri, me 2 kate, mbuluar me ploça o borë para shtëpisë, 2 dhoma e korridorit në mes, të ndërtuara nga ustallar oparak dhe vendas. Jeta artistike e kulturore ka qenë pjesë e pandare e jetës së banorëve. Shkëndija e parë e grupeve artistike ka qenë me Fehim Liçon dhe Aziz Pere. Vonë, rolin kryesor e luajti Azizi, që organizoi grupin artistik në fshat dhe fshatrat përreth. Vlerat artistike u trashëgoi fëmijëve, të cilët më pas kanë debutuar me sukses në festivalet kombëtare. Perla gorare e Vërçunit në Gajde ishte Hekuran Pere, i cili ka marrë pjesë në disa festivale kombëtare dhe veprimtari jashtëvon. Banorët kanë qenë edhe arsimdashës. Kanë mbaruar arsimin e lartë 10 studentë, të cilët punojnë brenda e jashtë vendit. Në të gjithë Republikën shërbejnë kuadro të përgatitur nga Vërçuni, mjek, inxhinier, mësues, oficer dhe agronom. Shkolla e parë u hap në vitin 1944 me mësues të mirënjohur Nazif Sqan. Pas shkollës ose kursit të analfabetizmit, rreth viteve 1950, mori rrugën shkolla fillore, kurse në vitin 1960 u hap shkolla 7 vjeçare, e cila 4 vjet më vonë, në 1964, u kthye në shkollë 8 vjeçare me staf të plot pedagogjik. Si i gjithë krahina e Gorës, fshati i Vërçun ka mbështetur lëvizjet për pavarësi dhe çlirim kombëtar nga okupatorët e huaj. Në luftën nacional çlirimtare, nga fshati kanë marrë pjesë 14 të rinj. Angazhim pati edhe në çetën e ballit kombëtar të Vërçunit, prej rreth 20 deri në 30 persona. Ajo u formua nga vjeshta e vitit 1943 si kundërpesh e njësitit partizan të krijuar më herët. Pas çlirimit deri në vitin 1955, secila familje punonte tokat e veta me mjete primitive, përmend meqe ose kuaj. Mungonte mekanika bujësore, klerat kimik, investimi i shtetit në bujësi që pothuaj zero. Prodhimi bujësor ishte në shifra të ulta. Shteti tatonte familjet në bazë të tokës dhe çdo vit secila familje depozitonte në magazinat e shtetit mish, lesh, grur, misër dhe vezë. Si në të gjithë Shqipërinë, edhe në Vërçun, viti 1956 njihet si viti i formimit të kooperativave bujësore. Pasi me 27 mars të atij viti, u krijua kooperativa me bazë fshati me 14 familje, e dyta në rreth pas asaj të Zërvaskës. Fshatarët bashkuan tokën, pendët e qeve e veglat e punës. Kooperativa bujësore e Vërçunit, e përbërë nga 3 fshatrat, Vërçun, Prenisht, Dërdush, dispononte rreth 770 hektar tokë. Drejtimi kryesor i kooperativës ishte prodhimi i drithrave të bukës. Pluralizmi politik dhe ndryshimi i sistemit ekonomik solli nevojën e shpërbërjes së ekonomisë kolektive dhe privatizimin e pronës. Por gjatë 30 e ca viteve të kooperativës, prishja e kufive të tokave vështirësonte procesin e shpërndarjes së pasurisë së vënë me mund e djerës gjatë gjithë kësaj kohe. Mbas viteve 90, fshati filloi të boshatisej. Shumica e familjeve u largua drejt qyteteve kryesore si Tiranë, Durrës, Vlorë, Pogradec, Korçë. Praktikën shtëpitë, trojet u përballën me vështirësi të shumta për strehim e punë. Por kudo ku shkuan, arritën të rindërtojnë jetën dhe aktualisht janë integruar në jetën e qyteteve ku banojnë. Një ditë shkurti të vitit 2005, me iniciativën e zotit Gentian Pere, u krijua shoqata Vërçuni me 10 anëtar. Takimi u vendos në datën 6 maj, ditën e Shën Gjergjit, ku mblidhen të gjithë bashkëfshatarët, takohen me njëri tjetrin dhe festojnë së bashku.
U caktua kjo ditë në respekt të objektit më të rëndësishëm të kultit të fshatit, vakafi. Ashtu si në kohën e diktaturës, besimtarë nga fshatrat fqinj vinin të vizitonin vakafin, bënin kurban shqera, luteshin për të afërmit. Sot tradita vijon. Takimi në ditën e Shën Gjergjit është ripërtëritja e kësaj feste të hershme dhe për çdo që është larguar, është një ditë takimi dhe çmalljeje me sokakët e fshatit që i lindi dhe i rriti. Në pak rreshta, sollëm një historik të shkurtër të fshatit, histori e cila tashmë është shkruar në librin e doktorit Refki Pere. Një libër i cili ka dokumentuar më së miri çdo element dhe detaj të veçantë, duke qenë një pasuri për brezat e sotëm dhe ata që do të vijnë, në mënyrë që historia e Vërçunit të trashëgohet dhe ruhet ndër breza. Në vitin 2009, rruga me gjatësi 2.5 km u asfaltua dhe sot plotëson të gjitha parametrat komunitare. Me nismën e shoqatës Vërçuni, në maj të vitit 2013, Këshilli i Vërçunit. Sot besimi fetar në fshat është ai musliman. Xhamia në qendrën e fshatit është ndërtuar në kohën e sundimit turk. Aktualisht nuk ekziston. Në vendin e saj është ngritur qendra shëndetësisë. Fshati arriti në vitin 1988 me 652 banor, kurse në vitin 1945 ju dha emri Grunjas dhe është qendra e fshatit të bashkuar në rrethin e Pogalecit, që përfshin edhe Prelishtin e Dërdushën me një popullsi të përgjithshme 1200 banor. Në 1981, në vendin e quajtur Kishëza, janë zbuluar varre të vjetra me ploçaguri të stilit kristian, ndërsa në një tjetër zonë e njohur. Kjo vërtetohet edhe nga mbetjet e gjetura të burrëve të strallit në vendin e quajtur Puset e Fjerishtave. Shtëpi 11 djemve dhe babait, vrarë në fushë Kosovë. Mendohet të kenë jetuar në lagjin e Ysove, afër Vakafit. Në vitin 1000 deri në 1967, kur me iniciativën e rinisë komunista, u prish dhe u kthyer në dyqan. Në vitin 1000 që janë përmendur në libër dhe që nuk janë nominal. Kemi zgjedhur melodinë instrumentale The Ghost Riders in the Sky, shpirtra kalerues në qiell.
Tani është koha të dëgjojmë mendimin e një figure të shquar të letrave. Redaktori të kësaj vepre, Zoti Disre Xhillari, i cili me kujdesin dhe përkushtimin e tij i ka dhënë librit formën përfundimtare. Disre Xhillari është mësues i përkushtuar me formim në fizik nga Universiteti i Tiranës në vitin 1977 dhe përvojë të gjatë në drejtimin arsimor në rrethin e Pogradecit. Por ajo që e bën veçori është pasioni i tij për letërsinë, një dimension që ai e ka kultivuar për vite me sukses, duke botuar tregime, ese, romane dhe novela në 2 gjuhë. Fjalën e tij do ta mbaj regjizori i njohur Dimitraj Tasellari, pasi në mënyrë të papritur pati probleme shëndetësore dhe është në spital për momentin dhe ne ju urojmë shërim të shpejtë. Ftoj në skenë Dimitraj Tasellari. Faleminderit. Të dashur miq, të afër dhe bashkëkrahinës të doktor Refki Beha. Libri voluminos, Vërçuni në vizionin e kohrave, që merrni sot në duar, është monografi shtëruese me karakter historik, social, etnografik, një kujtesë e gjallë dhe përqafimi ngrohtë për ata që janë larg. Dritare për të rinjt që duan të njohin rrënjët e njërit për fshatrave më të shquar të Gorës dhe Pogradecit. Kjo vepër monumentale është produkt i 12 viteve punë. Durim, sfidë, kërkim dhe dashuri pafund për fisoret e tij të doktor Refikut, biri të shquar të Vërçunit. I strukturuar në 11 kapituj me 200 fotografi nga më të ershmet deri në ditët e sotme. Autori ka sjell shpirtin e vendlindjes, kujtimet e të parëve, punën e palodhur në are në mërgim, mikpritjen e grotë dhe krenarin e një komuniteti që ka ditur të mbjetoj trazirave të kohës. Për ata që jetojnë në Vërçun, libri është pasqyrë që tregon sa të mëdhenj janë, edhe pse ndihen të vegjël. Vërçuni, ashtu siç ka qenë dhe siç është sot, traditën e punës, sakrificave, këngëve dhe vallëve të ruajtura me fanatizëm nga thellësia e shekujve. Të rinjt dhe të rejat, lindur larg, do të gjejnë historinë e gjyshërve edhe stërgjyshërve, rrënjët e tyre të patundurta. Studiuesit e kulturës popullore do të gjejnë një thesar të vërtet historik, social dhe etnografik. Jashtë vëmendjes së autorit, jashtë krenarisë së tij sublime për vendlindjen, nuk ka mbetur asgjë. Lashtësia, pozita gjeografike, demografia, zakonet, lufta botërore, ekonomia, deri te miqtë e vyer të fshatit. Libri është e shkuara dhe e sotme. Banorët e hershëm me të rinj, frymë atyre që kanë jetuar dhe kanë punuar dhe kanë ndëruar në ndjellin e Vërçunit. Vërçunaku i thjesht, që edhe pse fare i zakont, rrezaton mendim. Askush më mirë se doktori nuk mund të përvjonte historinë e vjetër e të re të vendlindjes së tij, histori korrekte, mbreslënse e pareshtur nga politikat e kohrave. Më shumë se studimi me çfarë teorik, kjo monografi është akt dashurie e autorit për viset e tij, kur themeli kujtesës kolektive, udhëtimi gjallë në kohë, testamenti dashurisë për vendlindjen, dhuratë e paçmuar për generatat e reja. Çdo kapitull,
Çdo rrëfim i shkruar, secila fotografi, janë thërime kujtime shkëmbledhura me kujdes prekës, si dikush që grumbullon perla në plazhin e kohës. Rrëfimi përfshin jo vetëm data e ngjarje, por dhe aromën e shtëpive, zërat e krave që shoshin drithin, këngët në pragun e një nate dimri, vallet e burrave të djerzitur lumenjve, të qeshrat e fëmijëve rrugicave të ngushta. Të dashur miq, në jetën time, rrallë më ka qelluar të takoj njeri kaq të përkushtuar, të merakosur dhe skrupulos si doktor Refkiu. Bashkëpunimi im me të ka qenë sa i bukur e frymëzues, aq i vështirë e torturues. Përvojës ime letrare ju desh të luftoj për çdo kapitull, çdo paragraf, mandej për çdo fjalë me dashurinë e çiltër të këtij njeriu me zemër të madhe. Nëse leximi do të ngjallë këshëri dhe emocion, siç besoj se do të ndodhë, merita është e gjitha e autorit. Nëse diku do të ketë një konstatim apo pasaktësi, është faji im. Ju faleminderit. Dua të them dy fjalë për mikun tim, doktor Refiun. Ai është një mik special i familjes time. I uroj gjithë të mirat në familjen e tij. Urime për këtë libër të mrekullueshëm që i ka kushtuar vendlindjes së tij dhe gjithë zonës Pogradecit. Ju faleminderit. Urime për të. Faleminderit. Faleminderit zotit Asellari për fjalën tuaj. Vërçuni nuk është vetëm histori dhe kujtesë, por edhe ndjenjë e madhe. Këtë emocion do ta sjell tani me zërin e tij, Jorgen Diçkollari, me recitimin për Vërçunin Derdhet Madh. Poeti lirik Shamil Duda nga fshati Kakaç i ka kushtuar fshatit e tij një tufë me poezi, ku shpalosen traditat, zakonet, karakteret e banorëve dhe natyra e bukur e vizeve tonë. Nga vëllimi i tij poetik, shpalosja e shpirtit, por renditim disa krime të këtij miku të dashur të Vërçunit. Për Vërçunin Derdhet Madh. Rrugës nga Kakaçi, anës atij lumi, të rritash dëshira të shkosh nga Vërçuni. Tek pusi i madh, rrjedh një ujvar, lahet galeria ca vite më parë. Të kënaqet syri me lajtheja arra, anë gjades fatka ka një arë, arë koreol e marrin për fare. Aty për fund fshati, ti orlum miku, janë vaska peshku i ka bërtiku. Pejsazhe manice të ofron ky fshat, tutje nga Prenishti deri në Osnat. Në ujë burindi, argjëndi qëruar, dorë ku shivuri qofti bekuar. Burimet në ujë të pastër, të ftohtë, s'kan të mbaruar as dije as sot. Plaja drurau, lajthie dhe lisi, të kënaqet shpirti, paqësor mjedisi. Në ujën e malit, buka të shijon, lumë ku shërbi, aty ku jeton. Të dashur miq, tani programi vijon me disa fjalë të veçanta nga të ftuarit tanë. Secili prej tyre do të ndajë mendime, kujtime dhe vlerësime rreth kësaj vepre dhe historisë së Vërçunit. Do të ftoj një nga një folësit tanë. Kam kënaqësinë të ftoj Spari, Mehdi Qazolli, ish kryetari i Kooperativës Vërçun. Dashur pjesëmarrës, kam nderin më të madh sot
të flas për Efti Pere, djalin e fshatit tonë, me anë të këtij libri që e botoj, tregon historinë e fshatit tonë, të ardhmen në të njëjtën kohë, qendje dritare për brezat tonë të ardhshëm, për të njohur dhe të kaluarët, për të nxjerrë mësime dhe për të hequr tutje. Jam bashkëtar dhe kam jetuar në këtë fshat, që nga punëtori thjesht deri në drejtuesin e kooperativës bujqësore. Fshati jonë është i fshat me tradita të mira, qikat i pamë edhe në dokumentar. Dhe këto tradita vërtetohen në qendrimin e ndryshëm gjatë luftës së së shqiptare, mbas qërimit në reformat e ndryshme që janë bërë, po edhe deri në ditët e sotshme, që fshatarët tonë, mendimin që dha edhe Bashkia Pogradeza e Maliqit, duke sjellë rrugën e asfaltit deri në qendrën e fshatit, po ecin, po ndërtojnë kultina të reja, dhe është një fshat që ka perspektivë dhe për turizmin malor. Janë shembuj të shumtë që kanë ardhur edhe nga qyteti, kështu ka ardhur Efti, ky Fariperia nga Durrësi, Genti Muçva që ka hapur bujtinën e tij në fshat, dhe mbas tyre po vijnë dhe shumë të tjerë. Ky libër do të na hapi një horizont më të gjatë për të punuar fëmijët tanë, të ardhmit tanë, që ky fshat e bëhet i begat. Në librin e Eftit pasqyrohet historia e fshatit tonë, një histori e pasur, dhe i do të metet edhe për të ardhmen, për të shkuar në tutje një këto tradita. Shoh një shembull të thamë, ish kryetari i kooperativës bujqësore. Në qëlloj rasti, vjeri tim të panë dokumentar, e krijoi kooperativë, unë si dhe drejtia e shpërbela, e solli kohë, por mendimin e një fshatatë. Nuk besoj se u mërzit të tregoj një shembull. Para se të shpërbesh ekonomia, lorëm fshatin, vendosën të gjithë si fshat si vendosën gjithë dhe. Pasurin do të ndajnë pesë. Shtume, vendame dhe lukët e kuzhinave, në një kohë që kooperativat e tjera u rëmbyen në lopë, në qekua, ne i damë pesë. Kjo ishtë merita të fshatit për kolegialitetin që ka, për besimin që ka, dhe ndajnë. Mendoj që këto tradita të ruajnë të tij. Mendoj të falenderoj edhe njëherë tim, djalin tonë, që në sakrifisa shumë të mëdha të punës së tij, të shqetësimeve familjare që ka pasur në këtë kohë, gjeti kohë, ndërtoi këtë libër për të cilin do të jemi mirënjohës, ne dhe brezat tonë për të ardhmen. Ju falenderoj. Është momenti për të ftuar kryetarin e shoqatës Vërçuni dhe biznesmen, Gentian Pera, e jeni këtu. I nderuar ikona e Gorës, Bexheti Zëllari. Nderuar nën prefekti i Qarkullës, Luan Maxhari, Entela, profesuese e Bashkisë Pogradec, drejtori, të nderuar kuadro, ish kuadro të fshatit Vërçun, duke parë nga skena, realisht ky nuk është vetëm promovim, por është kuvendi i dytë i vërçunarëve mbas asaj që ne zhvilluam në lokali i të nderit Bujar Pera. Faleminderit që jeni pjesë. E duke qenë se unë dua që të dëgjojmë sa më shumë përfaqësues për të folur për Eftin, unë do të shkurtoj se kam shumë për të folur. I nderuar Efti Pera, një shpirt shkrimtari dhe detyrë doktor.
Bravo, bravo, ti ke vendosur tashmë themelet e Vërçunit, një gur shumë të madh, atë të letërsisë, atë të historisë dhe sot Vërçuni, përveç punëve të mira që janë bërë, qoftë nga shoqata, qoftë edhe nga përfaqësues të bashkive dhe komunës, ne sot ndihemi krenar që jemi vërçunar. Unë të nis nga viti 2006, se thash po e shkurtoj materialin, aty kur ne një ditë maj, së bashku me doktorin, jemi takuar në Yjet Fshatit, së bashku dhe me Tikun. Kishte shumë probleme. Fshati jo vetëm për infrastrukturë, por edhe nga gjendja që kishte kaluar nga fillimi i demokracisë, që për mua është monokraci o demokraci, edhe më mbrapa, pasi fshati u la nga arrest të theksuar. Së bashku me doktorin, folëm në lokali i Tikut, ka qenë edhe vikma dhe shumë të tjerë, tani mos u bëjë teatri mos u përmend të gjithë, dhe vendosëm, dhe i kam thënë Reftiut, kam një ëndër në zyrtar të madh. Vërçunin, jo vetëm që ta ndërtojmë, jo me infrastrukturë, po ta kthejmë në zonë turistike malore. Ky ishin dy fjalë, por që ishte një ide shumë e madhe. Dhe e falenderoj doktorin që më mbështeti që ditën e parë. Dhe së bashku me shumë të tjerë, ne kemi për takimin në lokali i Bujarit, Bjallgimit. Aty është vendosur, sepse ne ishim detyruar të ngrinim një organizim, një shoqat, pasi ne duhet kishim vull, duhet kishim dokumenta, duhet ishim persona juridik që të kërkojmë diçka për fshatin tonë. Dhe për hir të kësaj ne ngritëm shoqatën turistike Vërçuni. Më pas nxorëm edhe objektivat që ne i vëmë vetes dhe disa nga këto edhe mundet që të mbrojtja e vlerave dhe aseteve të zonës, rrethimi i varrezave, ndërhyrja me mjet ekskavator në Puzimadh, pasi ishte vështirë për të kaluar në ato, dhe zgjerimi i rrugëve në qendër të fshatit dhe më tej. Caktimi në date të takimit të vërçunakëve, që sot tashmë quhet festa e vërçunakëve, të zgjeronin rrugët e arave, ndriçimi, lidhja e rrugës që ishte shumë e rëndësishme prenisht Vërçun dhe infrastruktura të tjera të mirëmbajtjes. Nga këto ne tashmë me gojë plot në mbështetje edhe të ndirit Rushan Çela, të ish kryetarit të bashkisë Edi Kabri, por dhe të mikut ton Ilir Xhakolli, ne kemi arritur që sot rruga të jetë në asfalt deri në fshat. Jo vetëm kaq, por tashmë në Vërçun lulëzon turizmi me mbështetjen edhe të vërçunakëve. Unë do të falenderoj vërçunakët që kanë qenë që nuk kanë lëvizur asnjëherë nga Vërçuni. Që unë i kam pasur krah në ditë të vështira kur në atë kohë ishte shumë e vështirë me fondet e pushtetit lokal apo qendror. Ata kanë qenë mbështetje, kemi dalë ditë e natë për të mbajtur rrugën, me kushtet tona, me mundësitë tona dhe me mjetet rrethanore që ne kishim në atë kohë. Sot, që të bie shkurt, kemi projektet tona. Ne kemi 20 vjetorin në 6 maj që vjen, dhe organizimi do jetë shumë i gjerë, edhe aty do ketë një dokumentar ku aty do dalin në pa cilët persona kanë qenë dhe cilët kanë kontribuar gjatë këtyre 20 viteve për Vërçunin. Dhe shpresojmë që ato detyra që na kanë mbetur, ose ato kërkesa që ne jemi drejtuar të bashkive, qoftë për ujësjesin, për shkollën, edhe për urbanizimin e fshatit, ne t'i realizojmë me ndihmën e bashkisë Pogradec
gjë që e kërkojmë dhe publikisht në kryetarës të bashkisë, por dhe në mbështetjen e pushtetit qendror. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Është momenti të ftoj në skenë nën prefektin e Qarkut Korç, zotin Luan Maxhari. Faleminderit. Përshëndetje, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar doktor Refkiu. Kam nderin edhe kënaqësinë sot, po jo vetëm kaq, po dhe një emocion të veçantë që jo vetëm nga pozicioni im i punës t'ju përshëndes, po edhe si gorar. Ti vërtet më ke përfituar. Sigurisht të flasësh për doktor Refkiu në aspektin e punës. Të gjithë e dinë, jo vetëm Pogradec, po dhe Megjer, që është nga profesionistët më të mirë në fushën mjekësisë. Të flasësh si gorar, jo vetëm gorarët, po dhe Megjer e dinë atë zemre madhe që e ka, atë kontribut që e ka dhënë për gorën, për fshatin e tij, edhe Megjer. Por sot ne shikojmë një doktor Refki tjetër, një shkrimtar, që bën krenar jo vetëm Vërçunin, po na bën krenar të gjithë gorarët, me librin që ai ka bërë. Pse? Sepse aty nuk evidentohen vetëm vlerat e Vërçunit, po në thelb aty janë vlerat e gjithë gorës. Sigurisht, unë do ta quaj këtë libër një vlerë të shtuar për gorën, sepse gora ka shumë vlerë, ka njerëz të mrekullueshëm, ka natyrë të mrekullueshme, kulturë, traditë. Gjithsesi, unë kam kënaqësinë që t'i uroj doktor Refkiu që të vazhdoj më tej t'i japi kontribut dhe të na sjellë edhe libra akoma më të bukur. Faleminderit. Ju falenderoj. Tani është momenti të ftoj në kryetaren e Bashkisë Pogradec, zonjën Entela Kusho, të mbajë fjalën e saj. Të nderuar pjesëmarrës, në veçanti një përshëndetje të veçantë për zotin doktorin Refki Pere. Së vitet ishte rava të flasen gorarët. Unë me origjinë të hershme, jam kraprenishti, kështu që ndihem shumë krenare që jam pjesë e librit edhe të fshatit tim të origjinës. Jo rastin të jap dhe përshëndetjet më të përzemërta në emër të kryetarit të bashkisë zoti Ilir Xhakolli, duke uruar suksese për këtë aktivitet kaq të rëndësishëm, jo vetëm për ju, por për gjithë Bashkinë Pogradec. Me librin jemi njohur herët. Dikur unë punoja në arkivin e shtetit dhe kur erdhi doktori dhe tha, unë do të bëj një libër, punuam së bashku për të nxjerrë dokumentat të cilat nuk ishin nxjerrë në dritë më përpara. Pash një pasion shumë të madh për nga ana e doktorit për të realizuar këtë libër dhe u befasova kur ky libër më ra në dorë dhe pash vërtet një punë voluminoze e cila vlen jo vetëm për tu lavdëruar, por mendoj që është një shembull frymëzimi për të gjithë ata të cilët banojnë dhe në fshatrat e tjerë të krajinës së Pogradecit për të na dhuruar një libër me kaq vlerë. Libra të tillë jo vetëm nderojnë bibliotekat tona, por janë dhe një shembull frymëzimi për brezat e ardhshëm, për të njohur nga afër me historinë, traditën dhe kulturën, jo vetëm të fshatit tuaj, të cilët u keni shkruar me kaq pasion, po të jenë një shembull frymëzimi edhe për autorët e librave të cilët do dalin për fshatrat e tjerë. Edhe një herë doktor unë uroj suksese dhe mund të them që është vërtet një ditë shumë emocion. Ju falenderoj që jam pjesë e këtij aktiviteti. Shumë faleminderit Entela. Tani është momenti për një tjetër poezi. Ajo vjen nga Monda Kolvani, është poezia e nënës e interpretuar sërish nga Jurgen Biçkollari. Erdha në Nokejnë. Sot si u gëdhyre? Si e? Te këti me vrap vish do ditë se nesër atë gjej. Si
sigurisht ke fort zalli nuk e mbetur. Nga lumente e jetës me je gryer e je treg. Nga shpirti gjithë hojzat e mjaltit na i bën. Dhe prap pullon mjalt dashurie mbi dhe. Je Eva e bukur që mbushë shtëpinë me fëmijë. Në kopshtin e Edenit, parajsa për mua je ti. Je e përsosur, e përzjedhura në madhështi. Ta pull çdo ditë ballin dhe duar mjaftuar. O e shtrenjta ime, o shenjtorja e shenjtëruar. Erdha me nuk e ime. Sot si mu gdhit, si je. Të vi çdo ditë se nesër kam frikë se nuk të gjej. Me e shtrenjta je për mua. Mos me ikë në nërë. Se nën tjetër nuk gjej. Faleminderit. Tani do të ftojmë skenë kryetarin e shoqatës Gora me qendër në Tiranë, zotin Bexhet Fezollaj. Ju faleminderit të gjithë vetë, më bëhet kefi, edhe na bëhet zemra mal, kur shkojmë një gorar në të gjitha fushat të kontribon me një zemër të madhe të bujarisë të gorarit, si doktor Refki Peria. Urime doktor edhe njerë, urime. Promovimi i librit nga doktor Refki Peria Zemër Prushi, vërçunin e Gorës edhe Pogradecin me gëzëimi mbushi, botimi i librit me vizion të korave të historisë, për Gorën edhe Pogradecin na shton ndjenjën e krenarisë. Nga doktor Refki Peria është shkrojtur bukur krimtaria, autori grevlerat e krajinës, lartësohet historia. Ato janë gurë dhe meli për kombin e Shqipërisë, Gora edhe figurat e saj realizuan në fitoren e pavarësisë. Doktor Refki Peria shkruan që nga rrjedhët e lashtisisë, kontributi i vërshunit të i Gorës është Prushi historisë. Autori na sjell thesare për krahinën, krenari për ne, shkruan për ata figura me kontribute që bën epope. Votimi për vërqunin e Gorës është solisur në Gjerdan. Figurat janë gdhendur bukur, që luftuan për liri edhe vatan. Doktor, brezave po ju përcjellni kulturë, ngelesh për mendor, vërçuni Gorës edhe Pogradeci, të ardhmes po i vini kurorë. Krimtaria për vërçunin, argjendi derdhur në histori, kontributi kapetanët për pavarësi, e këtheve në Flori. Historinë e pasqyron në breza, bukur ke qëndisur, grevlerat e Gorës edhe të Pogradecit, një mrekulli ke stolisur. Je krijuese dhe mjek i Zoti, i shërbeni njerëzve edhe punën e pasqyron. Botimi i librit për Gorën edhe Pogradecin, mjalt na dhuron. Punoni si mjek, sillni në jetë njerëz
tregojeni human, kontributi yt për Gorën edhe Pogradecin, edhe Zoti nuk të ndanë. Lefti Pere, si mjet, shkrimet e votuara bindjen na i forcojnë, se Vërçunin e Gorën edhe Pogradecin, a i kurrë nuk i harroj. Kontributi për shoqatën Gora e Vërçuni, sjell kulturë me modesti. Leftik Pere, doktor edhe krijues i mirë, mbetesh me i nderuar si njeri. Je mjek i mirë krijues me traban, shoqërisë poesim i vlera. Puna jë tregon fisnikri, ta ka trashëguar në fisje dhe dera. Me krijimtarin të urojmë familjaristë, shëndete dhe lumturi, organizata e veteranëve dhe shoqata Gora të sjellin një oqean me dashuri. Rrafshën e Pere sa të duash vetë, sa të morri që bashkoheti. Ju faleminderit e pjuzës. Sukses. Ju lutem, duat që të dorëzoj dëshmitarët që ku ka punuar Leftik Peria. Dëshmitarët këtu nuk e dhënë kontributët. Edhe njerë urime. Në kute zilimit që të punojmë edhe ne të behemi si Leftik Peria. Ju faleminderit edhe njerë. Bravo të qoftë. Buxheti është eminenca gorare. Me veshjen e tij karakteristike të Gorës, i tregj vëmendjen të gjithë njerëzve ku ndodhet dhe ku kalon. Faleminderit buxhet. Është momenti më i bukur. Është momenti të shijojmë zërin e ëmbël të Luiza Marës, këngëtares me zemër të madhe dhe shumë të dashur për të gjithë.
Faleminderit Liza. Kam kënaqësinë të ftoj në skenë deputetin e rrethit të Pogradecit, Zoti Bledi Çomo. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë dhe bashkëpunëtarët e mi, përshëndetje doktor Efkiu. Është kënaqësi për mua të ndodhem në këtë takim. Së pari më kërkoj ndjesë për ardhjen me vonesë, po isha në disa takime të tjera të paracaktuara të cilat zgjatën. Dua të falenderoj doktor Efkiun për çka ka dhënë për Pogradecin, si një mjek i mirë, si një qytetar model, po duke treguar dhe rënjët e veta të forta dhe lidhjen që ka me zonën e vet, me Grunjasin apo Vërçunin, si njeri i cili vazhdon të jetë model dhe të frekuentojë të vendlindjen e vet, të shpreh dashurinë e vet, të cilën e ka treguar dhe me vepra dhe tashmë dhe me librin e vet pra që ka shkruar për atë. Ky është një rast i cili na tërheq vëmendjen të gjithëve ne, që të jemi sa pranë vendlindjes, njerëzve tanë, banorëve tanë, të dashurve tanë dhe po ashtu të vazhdojmë të çojmë përpara për atë traditë apo ato çka përcjell vendlindja jonë tek brezat e ardhshëm, ashtu si ka bërë doktorin përmjet këtij libri. Faleminderit, suksese dhe sa më shumë takime të tilla pas shumë. Shumë faleminderit. Do të vijojmë me fjalën e të ftuarve tanë. Ftoj në skenë ish drejtuesin e kulturës të fshatit Vërçun ndër vite, zotin Fari Pera. Vërçuni në vizionet e kohërave. Një vend pa histori është pa identitet. Prandaj falenderoj doktor Efkiu për iniciativën që more për kërkimin e vlerave, historisë, traditave dhe ndjenjave patriotike të stërgjyshërve dhe prindërve tanë. Ky libër ka për qëllim të ndriçojë historinë dhe dinjitetin e njerëzve fisnik që lindën, u rritën, jetuan në vendlindjen e tyre në Vërçun. Të punosh për vendlindjen, të nxjerrësh në pa vlerat historike, traditat, kulturën, humanizmin e këtyre njerëzve, do të thotë të bësh një detyrë të shenjtë fisnike, kundrejt njerëzve që bën histori. Ky libër me historinë e tij do të thotë të mësosh kohën në rrugën që ke ecur, në rrugën e stërgjyshërve dhe prindërve tanë. Prindrit tanë u jemi boshqinj deri në frymën e fundit të jetës tonë. Pra atë që na kanë dhënë. Prindrit që na lindën, na rritën, na edukuan, na shkolluan me aq dashuri, mundime e sakrifica janë të pasvendësueshëm në jetën tonë. Dashuria dhe respekti për prindrit më bën të kushtoj 2-3 varje. Derën hapur bashkë me zemrën për fëmijën i prembesa, për ju ne se ndalëm këngën, por ju kemi për mbi festa, të buzëqeshur dhe krenar për dy emrat më të shtrenjtë, prindrit janë dhurat e parë, me bukura dhe me radhë. Si bashkëfshatari juaj, e ndjenën përgjegjësinë time morale të bëhen pjesë përbërëse e këtij libri, duke shkruar një copës nga historia e gjallë e këtyre njerëzve dhe këtij vendi të bekuar. Kultura, tradita, vlerat morale dhe dashuria e bashkëfshatarëve të mi më bën pjesë e historisë së këtij libri. Vitet kanë kaluar, njerëzit kanë ndryshuar, dikush nuk jeton më, por historia dhe vlerat e tyre duhet shkruar që të mbeten të gjalla brez pas brezi si pjesë përbërëse e historisë së këtij fshati të mrekullueshëm. Edhe njëherë ju falenderoj të gjithëve dhe falenderoj shumë. Ju falenderoj Ron. Është momenti të mbajë fjalën e tij zoti Lefter Yzo, mjeku ushtarak. Shpari, falenderoj organizatorët për këtë mundësi që më dhanë për të thënë dhe unë 2 fjalë në këtë takim shumë të përzemër dhe miqësor.
dy fjalë për ata që nuk më njohin. Jam një vërçunak në gen, i lindur dhe kaluar fëmirin në atë fshat të mrekullueshëm. Por fati e solli që unë të gjithë jetën time ta lidh me ushtrinë popullore të Republikës së Shqipërisë. Që kur isha 12 vjeç vesha uniformën ushtarake, duke vazhduar shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, me shumë bashkë qytetarë të mi pogradecare, që dhe ata u bën mjek si unë, përmend këtu Agim Dervishlarin dhe shumë të tjerë, që kanë qenë Skënderbegas si unë. Pastaj vazhdova shkollën e aviacionit bëndor për pilot. Ishte një krenarie jashtëzakonshme, që i djalë i lindur dhe i kaluar fëmirin në për gurët e vërçunit, në për hijet, në pyet, të bëshe pilot dhe këtë fshat kaj të bukur të shikonte nga lartë, një kënaqësi që ai që ka provuar ditë thotë se çdo thotë. Ju falenderoj. Por sfidat akoma nuk kishin mbaruar, bile sa po kishin filluar. Ishte viti 67, kur dyert e Universitetit Shtetëror Tiranës u hapën dhe për ushtarakët. Dhe një nga ata të parët ushtarakë që vajtin në universitet, në fakultetin e mjekësisë isha dhe unë, djali i thjesht i prindërve vërçunak që punonin tokën të ditë. U përkushtova me një zell të jashtëzakonshëm, sepse e shikoja që kisha bërë krenar, jo vetëm prindërit e mi, jo vetëm ata që më njifnin, po dhe ata që s'më njifnin, se thoshin më në fund një doktor do dalin në Vërçuni, dhe unë isha i pari. Nuk e them për mburje, sepse tani në Vërçun numërojnë disa mjekë, përfshi dhe kolegun tim të nderuar për të cilin jemi mbledhur sot. Punova me përkushtim në ushtri, drejtova shërbimin shëndetësor në bazën ushtarake të qytetit Stalin për 5 vjet. Pata kënaqësinë që sapo u hap aerodromi më modern, ndoshta në rajon në Gjatër, për 10 vjet të ngresh shërbimin shëndetësor në një nivel që për 10 vjet patëm vetëm një katastrofë, një rast i rrallë. Po ashtu, drejtova shërbimin shëndetësor në Rinas për 20 vjet, dhe sot, siç më shikoni, në një moshë 80 vjeçare, gëzoj pensionin ushtarak. I thash këto jo për të mburur, sepse nuk është në një çudi, por për të sqaruar edhe ata që nuk janë bashkëfshatarë të mi të Vërçunit në këtë sallë që nuk më njohin. Dhe tani të kthehemi te tema. Jemi mbledhur të festojmë promovimin e librit të kolegut tim, i cili mua më gjuan si udhër rëfys, sepse jam të paktën 10 vjeç më i madh, por që unë do ta gjuaj një mjek që di shumë më tepër se unë, sepse është më bashkëkohor. Dhe kjo është dialektika e zhvillimit. Të mos harrojmë që ne kemi kaluar vështirësi të jashtëzakonshme për të qarë, sepse pengesa e atyre viteve ishte shkolla 7 vjeçare. Jam detyruar që një vit të bëjnë në Lozhantë, në Baranga, klasën e 5. Dhe 2 vjet të mbaroj në Malik së bashku me kolegun tim që s'do të harroj kur, Çelik Beleshka, inxhinier sot në Elbasan, që arriti në Majat, u bë drejtori i radiostacionit të Cërrikut. Nuk mund të lapa përmendur inxhinierin tjetër të rrymave të larta, Agim Peren, i cili ishte një nga vërçunakët bashkë me mua që arriti mbaroi universitetin. Po kështu, kolegun tonë të nderuar që nxori breza të tëra Haxhi Peren, por të cilin në templi i gjokë e ulecë të nderuar në këtë jetë, por që nxori breza të tërë nxënësish nga Vërçuni, që me siguri i janë mirënjohës. Doktor Eftiu e njohë që kur ishte më i vogël se unë, kuptohet, por nuk është rastësi që doktor Eftiu arriti këto rezultate, sepse po që kështu nuk do ishin në ajo familje disa kuadro të larta, mos harrojmë se dhe motra është mjeke, mos harrojmë se dhe motra tjetër është mësuese, mos harrojmë që mamaja ati ardhur nga i zonat e që i thoshin dikur Khrushchev dhe tani me smal,
arriti të drejtoj llogarinë e fshatit për vitet tëra, arriti në sferat më të larta të kohës në pushtetin politik dhe diti të edukoj fëmijët e saj që sot atje ku ajo prehet, me siguri në një cep në shikon, sepse unë jam dhe dëshitar dhe lumturohet në arritjet e fëmijëve të saj. I uroj doktorit suksese, por mos harroni sa vështirësi ka kaluar doktori në bërjen e librit, sepse ne nuk kemi studiuar për gjuhë letërsi, dhe të bësh një libër kur ke studiuar mjeksi është një stërmundim, por ama, kur e di sa njerëz bën të lumtur atje në fshatin malor, kur e di se sa me gëzim do ta presin bashkë fshatarët dhe më gjerë, atëhere ja vlen mundimi doktor Eftiu dhe Zotit të dënë fuqi të shkruash libra dhe të tjerë, e të natyrave të tjera në bosh. Duke u falenderuar për vëmendjen, i uroj doktor Eftiu dhe familjes tij një jetë sa më të qetë, sa më të lumtur në shërbim të banorëve të Pogradecit, të zonës së Korrës dhe më gjerë. Ju falenderoj të gjithë. Faleminderit, profesor. Një tjetër recitim do të vijë tani për ju. Jurgeni vjen me poezim për Mekamin. Te Mekami vërçuni, derdhen derte, derdhen halle, blidhen plot gra burra, këndojnë dhe edhin valle. O Mekam qofshi i uruar, Zoti ty të ka bekuar, mblidhen në vendin e lindjes, me mallin e djegur si fur, puthen e përqafohen si patakuar kur. Takim brezash vit pas viti, hallallu a bëv Zoti. Te Mekami i vërçuni derdhet malli, derdhet loti. Kur marrin rrugë e vinë, qeshin se janë të gëzuar. Kur ikin, kur nisen për të ikur, largohen të përmalluar. O Mekam qofshi i uruar, sa shumë njerëz ke bashkuar. Vijoj me të ftuarit tanë. Ftoj Hasan Liçan, drejtues. Ejnë. Përshëndetje të gjithëve. Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe jam shumë i lumtur kur ju shoh gjithë këta që kanë ardhur sot në festën tonë të vërçunit. Folën shumë veta dhe nuk më lanë Allahe për të vazhduar unë më tutje, megjithatë unë do mundohem të them 2-3 gjëra shpejt, sepse e ndjej veten shumë të emocionuar. Sepse sot ndodhem para librit të botuar, që është një thesar i madh, që ndodhet sot në duart e brezave që do vinë, e brezave të palindur. Libri pasqyron të tërë historinë e fshatit, e vërçunit tonë, prej kohës të Zogut, dhe deri në periudhën e sotshme. Sa e sa përpjekje janë bërë, sa e sa munde janë bërë, sa e sa historira e kyfyre kanë kaluar, dhe të gjitha këto në këtë libër, duke qenë dhe antar i komisionit, në këtë libër janë pasqyruar. Libri me vërtet ka dalë ashtu si duhet. Ndaj, unë ju falenderoj të gjithëve, edhe në emrin të bashkëfshatarëve të mi. Falenderoj të gjithë të ftuarit. Falenderoj pushtetarët tanë me në krye Entelën, Luan Maxharin, dhe të gjithë shoqatën Gora, shoqatën e Vërçunit. I falenderoj të gjithë për këtë pjesëmarrje dhe ndihmë të madhe që na kanë dhënë. Kuptohet, autori, doktor Eftiu, ka 5 vjet që po punon. Dhe në këto 5 vjet ka bërë një punë kolosale.
libri sot që ndodhet në duar tona, është mjaft i vlefshëm. Unë vërtitesha dhe kujtoja, po që në kohë e kam kujtuar këta, edhe po miro, të rritesh, e të mos kesh dy shkrime, dy gjera, të ti kesh kujtim për të jetu kur të duken. Në këto bisedat të tilla mundoth libri i doktor Efkiut. Kjo, vëllezër e motra, është një thesari madh. Ndaj unë uroj doktoru respekte të pakufishme, shumë mirë me këtë gjëbere, dhe Allah të qoftë për këtë bashkëpunim të bashkë. Unë ju uroj suksese dhe u faleminderit të gjithëve, më lejoni që me këtë rast edhe emër të vurçunakëve të larguarë, vurçunakëve të larguarë, që s'janë sot atje, dhe atyre që janë atje. Të falenderoj të gjithë të ftuarit, ju falenderit për pjesëmarrje dhe suksese doktor Efkiu. E bërë dhe detyrën e poetit. Po në radhët të dytë, falenderoj e redaktorin, Istre Facillari. Dhe ju uroj suksese dhe ati, të faleminderit ti o Dunicer që punove për vurçunakët tanë. Faleminderit. Ju uroj suksese gjithë. Faleminderit. Qamil Duda, i cili ka thurur vargje për vërçunin, do të vijë tani të mbaj fjalën e tij. Të nderuar miq dhe shokë të Refkiperës që merrni sot pjesë në këtë takim. Për mua, Refkiperia është një figurë e veçantë. Vendlindja për Refkiperën ka vite që është pëshërtim. Këtë e shpreh edhe gjua e trupit. Këtë e shpreh edhe metafora lirike e vetullës tia. Këtë e shpreh edhe lëvizja e kokës ku shkon në vendin e lindjes që e kthejnë nga majtas dhe djathtas ku derdh mallin e tia. Vendlindja për te janë vitet më të bukura të fëmirisë. Atje, ku ai ndjeu aromën e nenës së tij, përkëdhelin e saj, buzëqeshjen e saj, dashurinë e saj, kujdesin, vëmendjen, për kushtimin që i kushtoi familjes vet. Gjithsesi dhe Refkiu. Dhe Refkiu u frymëzua për këtë dhe bëri këtë vepër kaq të rëndësishme, si një lule më të bukur lëndinave të vërçunit, asaj oaza e të bukur, me resurset më natyrore dhe më të bukura që ja ka falur i madhi Zot. Refkiu në vendlindje shikon frikën, se nuk e dija do të kthehet në njëra atje. Refkiu në vendlindje shikon mallin që e bren dhe shqetëson. E ka gërryer nga brenda për vite me radhë, derisa mori përsipër të shkruajë këtë vepër kaq të madhe. Është një vlerë. Dikush mund të ndërtojë dhe vila të bukura, dikush mund të ndërtojë dhe një fabrikë dhe një uzinë. Jo, por kjo është mbi të gjitha. Kjo vepër që mbetet trashëgim i themelit të strukturës, të dinamikës të lëvizjeve të këtij fshati me njerëzit e saj. Refkiu ka bërë atë që të rrallë njerëz e bëjnë, me dashuri të thellë për vendlindjen e tij. Me dashuri të thellë për njerëzit, për delikatesën e marrëdhënieve mes njëri tjetrit, pa
parë këto në këndvështrimin psikologjik, sociologjik dhe filozofik. Të shkrira me njërit vetë. A i në vërqun, ndjeu dorën e nenës e tia që e qoj, e përkrau, e bënde studime në mjekësi, u bë një doktor. Por a i nuk filozofon, vetëm me pisturin, pa i filozofon edhe me pen, që la trashgjim gjithë të njerëzve. E falenderoj shumë Refkiu. E falenderoj nga zemra dhe nga gjithë bashkë. Falenderoj. Ju falenderoj nga ne ju. Është momenti të ngjitet në skenë Gëzim Ploha, agronom. Mirë dita të gjithëve. Unë jam Gëzim Ploha nga Osnati. Jam besoj kuadri që kam dendur me gjatë në fshatin Vërçun, kam dendur 20 vjet. Me Vërçunin më kanë lidhur disa gjëra që në fëmijëri. 2 sektet fetare, bektashizmi dhe islamizmi në Vërçun kanë qenë ato që ka qenë një fshat më i edukuar dhe ka qenë më përpara nga shumë fshatet të tjerë. Dhe me që ishte vaktefi këtu ne vini për Shëngjerish, unë kisha 2 teze këtu dhe një 7-8 dim dhe vajza tezes që prisnin. Dhe kur vini Vërçun, gjithmonë shikojnë një plak dhe kur i shqipojnë që punon dhe në kopsht. Me shkëmbime edhe e kthente në tokë, siguron dhe thardho për shpinë. Ajo ishte baza e Vërçunit. Unë e kam njohur bazën duke punuar, duke ditur hallet bazës, duke krahasuar me hallet e familjes tonë, fisit tonë, që kishin diçka të kamufluar dhe nuk ishin aq të diktuara sa familje bazës. E dyta, me Vërçunin kam një kujtim tjetër. Duke erdhur në tezë Vërçun, ndjes pas në Gjaziz Perja, përse ka njohur, ka ftuar për darkë parafolqin doktor Lefter Yrzon me Qenlik Beleshkon, të cilët do shkonin shkollë lartë. Aty u ndodha dhe unë, se ata ishin shok me Axhiun ndjes pas me Bujari, dhe ajo ka qenë ajo objektivim që ato harriun një ditë shkoj shkollë. Para këto janë lidhjet e mia me Vërçunin. Dhe unë jam nga Osnati, thënë njerë, por shtëpia ime e dytë dhe fshati ime e dytë në Vërçun. Në Osnat dhe një 14 vjeca mbarova shkollën 7 vjeçare, vajta dhe një vit me ditë. Dhe në Vërçun kam dendur 20 vjet. Kam erdhur, për thonë, 24 vjet me buz me qumësh dhe ika me 3 fëmijë. Dhe kur kam ikur, mendoj kam takuar pjesën më të madhe të gjithë kanë bushur syt me lot, edhe unë kam qenë ajo që kur kam ikur nuk e kthehen dot kokën mbrapa se i kishin syt me lot. Unë kam qenë specialistash, kam erdhur në fund prilli maj të 77-ës dhe kam ikur në janar të 98. Tashi sistemi ishte që ishte, po ekonominë e kam bërë këta njerëz, prindit e këtyre, dyshit e këtyre, pra punën e kam bërë këta, bashkë me ekipin që ka qenë, duke kujtuar që nga djespat Petri Dokon, Izet Qazollin, Meti Qazollin, Gjavat Qazollin, Fejim Liçon, edhe tjerë më rada deri në Marangozët, ne ata që prodhonin pjesë këmbimi që ne furnizonin gjysmë në Korçës, dhe ritmitardo në ekonomi. Ishim një ekonomi që, nëse kishte rreth 3 ekonomi malore, më të parat, ne ishim po të parë të dytët. Unë kam shumë për të treguar për shumë. Por, në ratë parë, falenderoj doktorin,
ose më mirë dinastinë e doktorëve, se ku ka merë për shumë doktori ka një klasë 8, e motra Raketa ka një klasë parë. Dhe nuk ka qenë Fatmirja ndjesh pas nëna tonë, kryetarës së bashkuar që e shpuri shkollën Revkiu, po ka qenë 10-at e Revkiu edhe 10-at e Alketës, dhe Revkiu mori dhe një zonjë doktoresh dhe djepti ka doktor edhe nipët i ka bërë me mirësi. Ju uroj shëndet, suksese, të gjithë punëtorëve ku do janë, kur e ka parë vdesën, nëse kam pas probleme shëndetësore, kam thënë shënoni edhe mua. Kam erdhur më shumë për të parë të takuar për të çmallur. Kam shumë respekt, kam shumë madh për gjithë. Ju falenderoj edhe një herë dhe gjithmonë se u jap fjalën. Mot në 6 maj, nëse do më lësh gjallë, do të jem më shumë. Faleminderit. Vjen tani Kujtim Gjona, ish kuadër i Kooperativës Vërcun. Nderuar pjesëmarrës, është kënaqësi veçantë që ne sot jemi mbledhur së bashku për promovimin e librit të shkuar, i cili shtohet fshatit Vërçun, dhe që mban ulën e një njeriu me pasion, kujtesë të gjallë për pushtim të rrallë nga doktor Revkiu. Ky botim nuk është thjesht vetëm një libër. Ai është një listë brezash, kujtimesh, rrëfimesh, histori, zakone dhe lidhje brezash. Janë doktor Revkiu me punën e tij ka bërë një punë shumë të vështirë e të lodhshme. Ai ka shkruar shumë për gjëra për këtë fshat. Puna e tij ka qenë e vazhdueshme dhe e shumë kohshme për rritjen e Revkiu. Ka punuar në Vërçun si doktor në gjithë zonën Vërçun, Prenish, Tërdush. Që ka kohë, sot ka ndojnë në rrethin e Bogradesit, ka punuar si mjek e shishkëlqyer. Jo vetëm që ka punuar si mjek, por ai është bërë një punë të madhe me librin e tij që ka shkruar. Ai ka krijuar, ka nderuar këtu jo vetëm vete, por gjithë vërshunatët. Ashtu ka qenë edhe një nder i madh për të, po edhe për gjithë. Unë kam punuar në Vërçun edhe kam jetuar me ta bashkë, po ndihem i opsionuar, domethënë nga puna e tyre, domethënë nga përpjekjet që kanë bërë ata, e analizuar të gjitha ato detyra që ka shkruar në libër ato. Domethënë është një libër i veçantë që Revkiu për këtë, jo vetëm si mjek, po edhe si njeri i përkushtuar për këtë vepër të madhe që ke lënë Vërçunit, ke nderuar jo vetëm veten, po tërë vërshunatët, edhe gjithë trahinën e Gorës. Ju falemnderit. Faleminderit të gjithëve për fjalët e ngrohta. Tani është koha për muzikë. Një këngë popullore me gjithë shpirtin e saj, do të vi për ju nga këngëtari Sazan Doku. Faleminderit.
Shumë mundime pra zjarit e moj lulke Pilmore,
Faleminderit goca, shumë bukur, bravo. Tani kemi një moment shumë të veçantë. Për arsye shëndetësore, bashkëshortja e autorit nuk mund të jetë sot me ne. Por në emër të saj, fjalën do ta mbajë motra e autorit, zonja Nezmie Vreto. Ju ftoj me respekt. Përshëndetje të gjithëve. Sot jam shumë e lumtur, jam emocionuar, po jam dhe shumë krenare që vëllai im arriti të shkruaj këtë libër. Të shkruaj këtë libër që ka vlera të jashtëzakonshme. Unë kam ndjenjur pranë tij dhe e di punën kolosale që bën ai si mjek, si familjar, si baba, si gjysh së fundmi. Dhe për këtë libër, ai, kur themi ne, i vuri kapak. Megjithatë, fuqitë e tij janë të mëdha. Ai mund të shkruajë dhe libra të tjerë, se është aq i zgjuar, aq punëtor dhe aq të mëngulës, aq njeri me kuraje që rrallë mund të gjende, nëse ka mund dha, por rrallë mund të gjende. Të marrësh këtë iniciativë kaq të madhe, këtë mundim kaq të madh, nuk është e lehtë. Megjithatë, thash edhe një herë, jam shumë krenare, jam e lumtur që jam sot në këtë eveniment kaq të madh për vlerat e larta të gjithëve nga zemra. Dua t'ju falenderoj të gjithëve. Në veçanti, rreshtin e parë, mos i përmend me emra. Zotin Bexhet Fezollari, zonjën Entela, Luan Genti Beren, zotin Blendi, ata që kanë ardhur nga lart, Lefter Ryzon, Gzim Plohën, e shumë mos ja përmendim emrin, por që në libër janë të gjitha ata që janë këtu me thinja të bardha, janë përmendur, që kanë lënë bresa të mëdha për atë fshat aq të bukur, aq të mirë që na ka rritur, na ka edukuar dhe jemi sot këta që jemi sot, domethënë. Jemi ne. Unë po ndaj me ju dhe një emocion tepër të veçantë. Unë jam motra e madhe, motrat e tjera për arsye shëndetësore dhe nusja nuk janë këtu, megjithatë, i urojnë vllajt nga larg suksese, shëndet, jetë të gjatë në punën e tij fisnike. Nusja e vllajt tim Entela, e cila ndodhet larg, i uroj shëndet asaj, shqyr Zotit që është mirë, shqyr Zotit. I uroj jetë të gjatë pranë vllajt tim, sepse ajo ka qenë mbështetja kryesore, që vllai im ka arritur këtu ku është sot, dhe që arriti që e shkroj këtë libër, sepse gruaja është një forcë e madhe, është një fuqi e madhe, ne e dim të gjithë. Dhe dua të kujtoj një çik edhe prindrit e mi, sepse këta amanet ja ka lënë nëna jonë dhe babai. Dhe këta amanet vllai im e çoi në fund, dhe bravo i qoftë, bravo, urime. Kalova kështu, tani Entela ka shkruar disa vargje, unë nuk e di nëse do t'i lexoj dot, megjithatë do mundohem t'i lexoj. Ju uroj shëndet e gjithë të mirat ande nga ashtë. Dedikim nga lartë me zemër pranë teje. Të nderuar të pranishëm, sot ndosen nuk jam fizikisht pranë jush, për të ndarë këtë ditë kaq të rëndësishme për bashkëshortin tim dhe për të gjithë ju që e doni vendlindjen tonë, dua të jemi pranishme me zemër e me mendje aty. Ky libër, fruti dashurisë së tij për tokën që e lindi dhe rriti, është gjithashtu dëshmi e përkushtimit, pasionit dhe punës pa lodhur që e karakterizon.
Gjatë gjithë kësaj kohe, pavarësisht sfidave shëndetësore me të cilat janë përballur, unë dhe dy djemtë të tanë kemi qenë dhe mbetemi mbështetja e tij më e madhe, emocionalisht, fizikisht dhe financiarisht, sepse besojmë në atë që ai krijon dhe në vlerat që ai përçmon. E falenderoj për gjithçka që është, si njeri, si bashkëshort, si prind dhe si autor. Jam krenare për të dhe për çdo hap që ka hedhur drejt këtij suksesi. Kjo ditë është një moment i veçantë për të gjithë ne dhe pavarësisht distancës, zemra ime është sot aty pranë jush, në vendlindjen tonë, pranë jush dhe pranë tij. Ju falenderoj për vëmendjen dhe për krahjen tuaj, thot ndaj tij dhe këtij libri që buron nga dashuria për rrënjët tona. Me respekt dhe dashuri, bashkëshorta e juaj Mentela. Mentela, të urojmë shëndet, të kthehej sa më shpejt pranë familjes, të keni jetë të gjatë dhe të lumtur dhe si gjyshër bashkë me vllajën tim. Edhe njëri, dua t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Faleminderit. Faleminderit Zahavet, Sofia Kondira. Por këtu ndodhen edhe surpriza. Është kënaqësi të kemi mes nesh zotin Agim Shkambi, nga shoqata Goro Par. E ftoj në skenë. Shëndetje të gjithëve, është kënaqësi dhe krenari që unë sot marr pjesë në aktivitetin kaq të mirë në librin të kushtuar vërçunin nga doktor Refik Pere. Por dhe jemi të shumë krenar të gjithë ne, që nga Gora dhe Opari dhe gjithë Shqipëria, dhe kjo është pasuri kombëtare, jo pasuri kombëtare, do të ngelen për vërçunin, për Buradecin, për Gorën, Goroparin dhe gjithë Shqipërinë. Kjo është kontribut për të gjithë ata që duhet ta lexojnë këtë. Unë nuk do të zëdhem shumë, por me Vërçunin kam si piste kemi lidhje me Vërçunin, sepse nuk më dini mirë, po e jem e bardhë dhe shkushira ime. Me Gjetin kemi folja zakonisht me doktorin Fikun për kemi folur, por unë i sjell përshëndetjen më të përzemërta doktorit Fikut dhe Zoti i dhatë shëndet e marrësinë, punëtia dhe punë të palotur pas dhe sa më shpejt bashkëshortja të shërohet të vi këtu. Unë do të falenderoj pushtetin vendor të Pogradecit. Zonjën Mentela ushesh me pjesë këtu. Do të falenderoj pushtetin qendror. Do të falenderoj deputetin e Pogradecit, i cili për mendimin tim do jetë një zë i fuqishëm në parlament për shoqatat tona. Se deri tani nuk është deri aty. Duhet të falenderoj pushtetin qendror në zënë prefektin, zotin Luan, i cili ne kemi marrë në shumë të mirë me prefekturën e Korçës, me prefektin e Korçës, zotin Tolle, Ertilion, i cili ai ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht për shoqatën kombëtare Goro Pare Bashkuar, i të cilën mori pjesë në vendosjen e përkujtimores të babapejimit në Vrapç. Tani unë nuk kur më solli bardhi mua kopertinën e këtij librit të bërë me doktor Refik, atje me lidhmen më surprizova, por unë dëgjova tash doktor Lepterin, akoma më shumë surprizova. Zoti i dhanë shëndet e bardhësi se na bëri një paraqitje jashtëzakonisht të mirë, sepse Vërçuni ka qenë dhe do ngelet perla e Gorës dhe Opajit. Duhet të falenderoj tani të gjithë ata pjesëmarrës të cilët na ndjekin nga jashtë. Dhe ne nuk mund ta lirim pa e vlerësuar doktor Refik Pere për kontributin e madh që ka dhënë për Vërçunin, Pogradecin si mjek, si njeri me kulturë dhe intelektual. I kemi raportuar doktor Refkiu një certifikat nderi
deri Krainis. Suksese të ardhme, jenë shumë shumë. Suksese. Faleminderit shumë. Okej, ja ku jemi tani drejt fundit me autorin e librit. Përpara se t'i jap fjalën zotit Rafti dhe për ta falenderuar për këtë organizim edhe për librin që shpresoj të bëhet pjesë e bibliotekës tuaj, doja t'ju bëjmë dije që libri është e holli tek holli aty, dhe është me 20% ulje, dhe gjithashtu kemi përgatitur një koktejl për ju. Zoti Rafti, fjala për ju. Faleminderit. Nderuar miq, bashkërisë e mi dhe dashamirësit e librit, nderuar bashkëtar, nderuar zoti deputet, nderuar zoti Luan, nderuar Antena dhe të gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Ju falenderoj nga zemra që ndodhem këtu në këtë ditë të veçantë për të ndarë me mua emocionet e udhëtimit të gjatë që mori formë në faqet e librit Vërshuni në vizionet e kohërave. Kur vendosa të shkruaj këtë libër, pyetja e parë që më lindi ishte: çfarë titulli ti vendos? Në mendje më erdhën dy opsione. I pari ishte ky që shihni sot në kopertinën e këtij libri. I dyti i furnizuar nga një shkrim i Bexhet Fezollit në gazetën Gora, Vërçuni Perla e Gorës. Dhe vërtet, ky titull do të shkonte për shtat më shumë këtij libri, se fshati ynë është një perlë e pasvendësueshme e cila ndriçon epokat me bukurinë dhe historinë e saj. Shkrimi i këtij libri ka qenë rrugtim i gjatë. Fillimet e tij i kam hedhur që në vitin 2013, mblodha materiale, dëshmi, kujtime dhe një pjesë të madhe të librit e kisha gati. Falenderoj shumë zonin Entela Gusha që në momentet e para punonte në arkiva e Sherif dhe më ka ndihmuar shumë me materialet që i përkisnin fshatit tonë. Por formatimi nuk ishte i lehtë, sidomos kur përballem me fisen. Më duke sikur po hyja në një grop të thellë, ku çdo gjë ishte sfidë për mua. Kjo më detyroi ta ndërprisja për disa vite. Por sa herë takoja mikun tim, shkrimtarin e mirënjohur Istrefa Xhellari, më pyeste: çfarë bëre për librin? Dhe unë i përgjigjesha: vazhdoj. Derisa një ditë vendosa ta përfundoj. Kur i tregova materialet, ai më tha: i ke hyrë detit me kemë dhe orë djalë. Fiset janë shumë të vështira për të përshkruar, dhe kishte të drejtë. Por ja ku jemi sot, ne ja dolim. Nëse ka ndonjë pasaktësi të rastishme, i kërkoj falje të gjithëve. Pjesa që emocionoi më shumë ishte një personazh shumë i rrallë dhe shumë i dashur për mua. Ky personazh është Lumi. Sa herë shkruaja për Lumin, më duke sikur e dëgjoja të gjallë, me gurgullimat e tij dhe me ujin e tij të pastër që më rrëmbente shpirtin në çdo kohë. Edhe historiku i fshatit tim është një kresar në vete. Kur u takova rastësisht me Engjëll Jazemxhi, isha ganon, më tha: nga historia e fshatit tuaj mund të bëhet një film shumë seriale. Dhe me të vërtetë, ngjarjet dhe rrëfimet kanë gjallërinë e një drame, si skenar i shkruar nga vetë jeta. Gjatë kërkimeve mësova fakte të reja dhe të befasueshme. Nga gojdanet e të moshuarve kuptova se një degë e rrugës Egnatia kalonte këtu, tek fshati jonë, në maja e arenave 1550 metrë lartë, duke lidhur Voskopojën me gurin e Kamjes. Njëra degë shkonte drejt Konstantinopojës, tjetra ndite rrjedhën e Shkumbinit deri në Durrës e mëtej drejt Romës. A nuk është kjo një dëshmi e çmuar për rëndësinë që ka pasur fshati ynë në kohra?
Sot duhet të falenderoj nga zemra të gjithë ata që ndanë me mua kujtime, dokumenta, fotografi dhe rrëfime. Pa ju libri nuk do ishte në skenë. Mirënjohje të veçantë shkon për redaktorin Istrefa Gjillari, e cili me profesionalizëm dhe përkushtim i dha jetë këtij rrëfimi. Nuk mund të gjej fjalë më të bukur në gjuhën shqipe se një falënderim të madh për të gjithë ju që pranuat të ndani këtu në çastin me mua. Sinqerisht, faleminderit. Duhet të flas diçka interesante që zbulova në këto momente, ishte gjetja e gurit të skalitur dhe gjetja e gjysmëhenës në themelet e vakefit tonë. Vakefit tonë është shumë i ndier dhe Bexheti ka shkruar për të dhe thotë: aty vini të smur tek vakefi jonë dhe gjenin me dek. Ai u prish në vitin 67 si gjithë kisha dhe xhamit në gjithë vendin dhe në vendin e tij u ngrit dyqani. Në themelet në ditën që u prish vakefi tonë, ishte dhe xhamia, ishte traktori e të roqi minaren, e të roqi me një kavo dhe e rëzoi. Aty ra gjysmëhena, por kur u prish dhe guri, kur u prish dhe ngeli dhe guri që ishte nga Vani Botrozhani, që e kishte skalitur, një person që nuk dihet cili person është, ai e mori i varrosi të dyja këto në themelet e vakefit. Dhe në vitin 92, kur u zbuluan themelet e vakefit, u gjetën aty, u gjetë guri skalitur, u gjetë mesari, u gjetë dhe gjysmëhena. Gjysmëhenën e mbajti Nazmiu për një vit dhe pastaj është vendosur në qendrën shëndetësore, kurse guri skalitur qëndron në krah të vakefit. Kjo ishte një dhuratë e madhe nga Zoti që i bëri vakefit dhe fshatit tonë. Faleminderit të gjithë. Faleminderit shumë, urime dhe suksesa. Faleminderit. Miq, jemi në fund të promovimit të librit. Nëse dikush ka nevojë të thotë diçka, të thotë dy fjalë, Genti Pere do t'ju ndihmojë me mikrofonin. Nëse dikush dëshiron. Do fjalë për të librit. Shkojmë te koktejli jashtë. Faleminderit. Fuck.